Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë sonte ndaj Serbisë, ndeshje e vlefshme kjo për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Në prag të kësaj sfide, trajneri Silvinho dhe mbrojtësi Elseid Hysaj dolën në konferencën zyrtare për media. Trajneri Silvinho vlerësoi kundërshtarin duke theksuar se skuadra do të hyjë në fushë me synimin për të marrë një rezultat pozitiv. Tutte le partite sono importanti. Oggi sì. Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme. Ndeshja më e rëndësishme në këtë moment është kjo. Kemi pasur stërvitje të vazhdueshme në Tiranë, duke përdorur videot dhe duke korrigjuar gabimet në fushë. Kemi zhvilluar stërvitjen e fundit dhe të gjithë janë të gatshëm. Duhet të bëj zgjedhjet e mia në varësi të atyre që japin lojtarët në fushë, por unë kam besim tek të gjithë. Sa i përket ndeshjes, ne e dim për ta si rreshtohen. Megjithatë, futbolli është i paparashikueshëm. Nuk kam parë kurrë një ndeshje që fitohet pa e nisur. Çdo gjë mund të ndodhë në 90 minuta. E dim ne dhe ata. Sipas meje nuk ka përqindje, por vetëm të luash me zemër dhe shpirt. Unë kam besim tek skuadra jon. Besoj te të gjithë lojtarët e mi gjithmonë. Ndërkohë mbrojtësi i kombëtarës së Shqipërisë Elseid Hysaj theksoi se ndeshja ka shumë emocion dhe rëndësi për skuadrën. Ai u shpreh se ekipi është i përgatitur maksimalisht me synimin për të marrë maksimumin dhe për të dhënë më të mirën në fushë. Të drejtën, për mua tani emocionalisht është gati e njëjta gjë, sepse me vërtet po përjetoj të neshje shumë emocionalisht, se është një neshje shumë e vështirë dhe e bukur për ta luajtur dhe me zor përplasje në fushë. Ne kemi ardhur për fitore, nuk kemi ardhur për barazim as për humje, kështu që si thash përpara, ne duhet jemi koncentruar te as 100% ndoshta nuk dalin, duhet jena 120%, sepse me vërtet është një neshje delikate dhe e fortë që mund të jetë një finale për ne dhe si për ata, kështu që duhet ta dimë që edhe nga ana tjetër janë njëjtin pozicion si kemi edhe ne. Me motivim maksimal dhe besim tek të gjithë lojtarët, kombëtarja shqiptare kërkon të marrë maksimumin në këtë duel vendimtar ndaj Serbisë.